Në vend ka nisur qarkullimi i gripit. Instituti i Shëndetit Publik ka izoluar rastet e para. Bashkë me të një qarkullim sipas epidemiologëve është dhe Covid dhe viruzat stinore. Infeksionet e rrugëve të frymëmarrjes ka një tendencë në rritje. Vetëm në një javë rreth 12.000 persona kanë kërkuar ndihmë mjekësore. Qarkullon gripi i tipit A, që është i njëjti tip që qarkullon edhe në gjithë kontinentin evropian. Janë vetëm rastet e para dhe akoma nuk ka të dhënat mjaftueshme për të vlerësuar ashpërsinë e gripit. Deri tani mund të themi që rastet janë të lehta, shtrimet në spital qoftë pediatrike, qoftë të rritur janë minimale. Bashkë me qarkullimin e gripit ka dhe qarkullim të Covidit. Në lidhje me infeksionet respiratore të sipërme dhe të poshtme, ka filluar një trend normal dhe i pritshëm në rritje. Janë rreth 12.000 raste me infekcione respiratore të sipërme dhe të poshtme. Tendenca në rritje e infeksioneve të rrugëve të frymëmarrjes parashikohet të vijojë deri në fund të muajit janar dhe fillim të shkurtit, kur pritet të arrijë kulmin, kohë kur epidemiologët parashikojnë dhe pikun e gripit. Nga eksperienca shumë vjeçare në vendin tonë, piku i qarkullimit të gripit arrihet nga fundi i muajit janar dhe fillimi i muajit shkurt. Ajo që është e rëndësishme dhe dallimi nga Covidi është temperatura e lartë që mund të arrijë deri në 38 gradë Celsius dhe më tepër mund të shkojë edhe 40 edhe mbi 40 gradë Celsius. Është dhimbje e theksuar muskulare, gjendje rrufe, pra skuqje, lotimsysh, rrjedhje hundësh, koll e fortë e cila mund të jetë me sekrecione ose pa sekrecione, dhe një dopsi e theksuar. Viruset në qarkullim aktualisht kanë prekur të gjitha moshat, por sipas specialistëve, më të përhapura janë tek më të vegjëlit.